fshatin e qetë të Pollumbasit, një vajzë së bashku me familjen e saj ka gjetur mënyrën se si të sjellë pranë njush traditën dhe thjeshtësinë. Nëpërmjet kanalit të YouTube-it, ata ndajnë çdo ditë momente mes tyre dhe gatime tradicionale. Marieta, do na flasësh disa detaje për jetën tënde. Na trego pak shkolla, fshati. Në rregull. Unë jam Marieta Duqi, publiku besoj më nje edhe nga kanali im në YouTube Everything About Village. Jam 31 vjeç, jam lindur dhe rritur në fshatin Pollumbas, Tiranës. Kam mbaruar studimet për gjeografi në Universitetin e Tiranës me medalje të artë dhe aktualisht jam specialiste në administratë. E bën çdo ditë rrugën nga Pollumbasi në Tiranë? Po, çdo ditë. Është e lodhshme apo? Jo, nuk është as pak e lodhshme. Shqyqër thotet që domethënë rruga është mjaft e mirë, edhe për atë distanca nuk është shumë e largë, për 30 minuta jemi në Tiranë. E kuptoj. Shkon vetëm, ke mësuar makinën apo me bashkëshortin, si funksiononi? Shkoj me bashkëshortin. Edhe makinën e di, po shkojmë të dy bashkë. Duke qenë se punon dhe ai. Po. E ke menduar ndonjëherë të largohesh nga Pollumbasi? Jo, nuk e kam menduar. Pse, çfarë të mban këtu? Unë jam lindur dhe rritur këtu dhe domethënë me fshatin kam ajrin e pastër, kam kënaqësinë e të jetuarit, të punuarit edhe diçka që e mbjell vetë, domethënë frutat, perimet, i mbjell vetë, i korr vetë, domethënë janë diçka që e bën ti prodhimin dhe di çfarë ha. Dhe nuk më mungon as pak Tirana, nuk e krahasoj fshatin me qytetin. Domethënë më pëlqen fshati. Si është një ditë në fshat, për shembull sot është shtunë, ti je pa punë, domethënë je pushim nga puna në administratë, si është dita jote? Zimi është që në mëngjes herët, në 5 të mëngjesit, e zgjohemi. Pse ka qerë? Sepse puna e mirë bëhet që më mëngjes herët. Zgjohemi herët, pa dalë dielli, punojmë në kopësht, pastaj bëjmë mëngjesin fëmijëve, familjes, pastaj merrem me punën e shtëpisë, me përgatitjen e ushqimit, drekës. Më vonë dalim përsëri në kopësht duke punuar sepse fshati ka punë, ka shumë punë. Kështu që pastaj bëjmë darkën, domethënë kështu është pak a shumë dita ime. Krahas punëve të fshatit dhe jetës që ne tash gjithsesi e dim, domethënë, si është jeta sociale në fshat? Nuk të mungon për shembull jeta e Tiranës për zhurmën që ka, për shoqërinë ndoshta që mund të ketë, që krijon ambientet e ndryshme? Edhe fshati jonë është i zhvilluar dhe këtu kemi jetë sociale, domethënë në klube, kafene, organizohen evente të ndryshme dhe nga kjo pjesë nuk më mungon. Dhe nuk jam edhe shumë tipi i jetës sociale, domethënë të Tiranës, nuk jam ai lloj tipi. I largohesh. I largohem. Jam tipi familjar që më pëlqen domethënë të dal, të shëtis me familje, por që nuk jam as pak. Shkëputeni shpesh nga Pollumbasi për të bërë ndonjë udhëtim, ndonjë gjë? Po, shkëputemi, sidomos me fëmijët, kanë qejf të shkojmë të eksplorojmë vende të ndryshme dhe shkëputemi, ikim edhe kthehemi përsëri. Familja si është, si përbëhet familja juaj? Familja ime përbëhet nga unë, bashkëshorti, dy vajzat dhe Vjeri dhe Vjera. Si e njohur me bashkëshortin? Ne të dy jemi nga njëjti fshat. Vjera ka qenë mësuese dhe më ka dhënë mësim edhe mua edhe bashkëshortit. Unë me bashkëshortin kam 6 vite diferencë. Kur bashkëshorti ishte në shkollë të lartë, edhe kthehej në shtëpi dhe i thonte Vjera, edhe Vjeri bënim muhabet bashkë. Edhe Vjeri thoshte, e ke pasur nxënëse atë vajzën e Xonit, se babi me ka emrin Ramazan, si të duket? Po e mirë, thoshte ajo. Edhe gjithmonë ato bënin këtë muhabete dhe burri një ditë tha, zgjohet dhe i zgjohet kurreshtje. Nga kurreshtja tha, po të shikoj mirë këtë vajzën si është. Edhe kështu që më foli dhe më pas 3 vitesh jemi fejuar bashkë. I bërën do pak rezistencë burrit fillimisht? Për 3 vite, po dhe ai ishte shumë këmbgulës. Po mirë, kjo besoj është shpërblyer tashmë në martesën. Po fëmijët kur erdhën? Fëmijët ne jemi martuar në vitin 2015 dhe vajza e parë ka ardhur në jetë në vitin 2017, ndërsa vajza e dytë në vitin 2021. E pëlqejnë fëmijët jetën e Tiranës apo të fshatit? Pëlqejnë jetën e fshatit. Janë disi më të lira këtu. Po, janë në një mendje me ne, sepse këtu dalin në borë, lozin, kemi krijuar kushtet me lojra të ndryshme dhe nuk e kanë as pak problem
E ke menduar ndonjëherë që kur të rriten vajzat të shpërnguleni për në Tiranë? Nuk e kam menduar dhe nuk e di si do vi Jeta më vonë, por nëse vajzat për shkak të studimeve do kenë dëshirë që të qëndrojnë në Tiranë, unë nuk e kam problem, nuk ja imponoj qëndrimin këtu. Ku të dëshirojnë atë? Ti çfarë do doje që vajzat vazhdonin? Do me thënë ti ishin në rrugën tënde, të merreshin me YouTube, të merrni në rrugën e bashkëshortit. Vajza e madhe, domethënë mendoj se është në rrugën e bashkëshortit, sepse aktualisht Bashkëshorti punon për, domethënë ka mbaruar për çfarë? Ka mbaruar për kompozicion në Akademinë e Arteve dhe vajza e madhe, domethënë ka shumë qejf pianon, pikturën edhe aktualisht po mëson për piano. Dhe mendoj se është tek rruga e artit si bashkëshorti. Ju e çoni vajzën në kurs apo ku i merrni mësimet e pianos? Kursin e bën me babin. Jam sot babi vet. Jam son. Flasim për atë që në sakt ti njihesh. Kanali YouTube-it. Si lindi ideja për kanalin e YouTube-it? Si ide erdhi gjatë vitit 2021, kur ishim edhe të mbyllur për shkak të pandemisë, megjithëse ne nuk e kemi bërtur shumë pandeminë sepse këtu ishit më të sigurt. Të sigurt, dhe domethënë kishim lëvizje, nuk është se ishim të mbyllur brenda 4 mureve. Po. Dhe gjatë pandemisë unë po shikoja video të një kanali në Azerbajxhan, Country Life Vlog, dhe më aty më lindi ideja se thash unë e kam pasion gatimin. Jetën, ambientin për rreth e kemi, domethënë frutat, perimet që i bën vet, pse mos të hap dhe unë një kanal të tillë për Shqipërinë. Dhe në këtë moment u aprovozova idenë të gjithë pjesëtarëve të familjes. Si ishin? Ishim pak skeptik me të drejtën, vetëm bashkëshorti më mbështeti. Tha, "Okej, dakord, e fillojmë, e provojmë." Dhe në shkurt të 2022 e hapa për të parë. Si ishte videoja e parë? Do ma përshkush pak? Video e parë, me thënë të drejtën në fillim, kam eksperimentuar me short, domethënë video të shkurtra, sepse e kisha dëshirën, iniciativën, po akoma nuk isha dedikuar në maksimum. Po. Dhe më vonë, video e parë e gjatë në Mos Gaboj, ka qenë video që kam bërë shumë trëndafili dhe ka qenë shumë, domethënë më ka pëlqyer shumë. Si të dukën fillim, ishte e lehtë apo kishe emocione me kamerën raporti? Kisha pak emocione, nuk është se është shumë e lehtë gatimi për video dhe gatimi në ambientet e shtëpisë, domethënë në kuzhinë. Ka ndryshim kur gatuam për video, sepse duhen marrë gjërat hap pas hapi që gjithçka të filmohet bukur, ku është ambienti edhe më i bukur, më i përshtatshëm, ndriçimi, domethënë duhet shikohen shumë elemente të videos. Ti filmon vetë, ndërkohë je me një kamerë statike apo të ndihmon bashkëshorti gjatë kohës filmimit? Jo, më ndihmon bashkëshorti gjatë kohës filmimit, nuk është kamera statike, është bashkëshorti që është kameraman, regjisor, domethënë i gjithçkaje. I gjithçkaje. Është punë nga të dy ju. Nga të dy. Gatimi është pjesa ime, por kameramani, pamja e bukur, domethënë që i stërviret shikuesit është merit e bashkëshortit. Fitoni shumë nga kanali YouTube-it se thonë njerëzit që ka shifra shumë të majme. Do e sugjeroje të këtë tjerën? Domethënë, ne jemi në fillim dhe fitimi nuk është aq i majmë sa që thonë të tjerët. Por është një shpërblim që për mua si krijuese domethënë më motivon shumë në fillimet e veta, që është kanali. Më vonë, nuk e di si do shkoj shikueshmëria e kanalit, sigurisht nëse do ketë më shumë shikime, subscribers, sigurisht që edhe të ardhur do të jenë më të larta. Unë do ja sugjeroj edhe të tjerëve, pse jo? YouTube është një shtëpi që ka vend për të gjithë. Ti tani ke krijuar një komunitet, si më thënë. Nga janë më shumë njerëzit që të ndjekin, i ke vënë re nëpër komente? Janë nga Shqipëria diskutohet, por janë edhe nga diaspora, nga gjithë vendet ku ka shqiptar. Më shkruajnë përshëndetje nga Zvicra, nga Belgjika, nga Amerika, Greqia, domethënë shikuesit janë në çdo cep të botës. Po familja, për sa i përket Vjerrit dhe Vjerës, e kishin të vështirë apo ishin suportiv? Vjerri nuk e ka as pak problem pjesën e kamerës, madje e ka shumë të lehtë, përshtatet shumë kollaj, se mbas edhe nga që edhe vetë në rini ka qenë kameraman në përdasme. Po, bën sens tani. Po, ndërsa Vjera nuk është shumë e familiarizuar me kamerën, por që nuk e ka problem të filmohet kur ne bëjmë video gjatë momentit që ne jemi duke ngrënë drekën ose darkën. Merr pjesë, gjithsesi. Merr pjesë. A mendon ndonjëherë që ta kthesh YouTube-in si punë kryesore dhe ta lësh punën që po bën tani, ndoshta mbas 2 vitesh? Realisht e kam menduar. E kam menduar që nëse YouTube-i do marrë shumë shikueshmëri dhe shumë ndjekës, unë do t'i dedikohem totalisht. Do ta lë punën. E kam menduar diçka të tillë sepse po bashkëshorti çfarë mendon?
Edhe ai është dakord. Do të thotë që jeni një rrugë të mbarë, domethënë ka fitime puna. Ti përmende pak gatimet, sepse dhe kanali YouTube-it është për gatime kryesisht. Ti pëlqen gatimet familje? Po Vjera të thotë ndonjëherë që nuk e ke bërë diçka mirë? Përgjithsisht i pëlqejnë. Vjera ndonjëherë thotë që mund t'i hidhje pak më shumë krip, po gjithsesi kripa është diçka që shtohet, domethënë. Kjo është me preferencë. Po, është me preferencë. Përgjithsisht janë të mira, edhe Vjera për gatimet sigurisht që unë i marr mendim, i them si ta bëjmë këtë, si ta bëjmë atë, domethënë ose si e keni pas bërë ju dikur, domethënë më sugjero, se unë dua t'i bëj gjërat tradicionale siç janë bërë më përpara. Edhe gjithmonë i marr mendim në gatimet e mia dhe shiqur zoti dalin mirë. Bashkëpunoni, nuk ka ndonjëherë kritika, gjëra, kështu që mund të të mërzisin dhe ty. Jo, është domethënë kritike e mirë në formë mësimi, që mund të dalë sa më mirë dhe çdo gjë të jetë e përkryer, le të themi. Po familja jote, ti përmend edhe pak babin. Kam të dy shoqërzotit, kam një dha dhe një motër më të madhe. Po ata e kanë menduar ndonjëherë të merren me YouTube duke parë fitimet që ke ti? Ndoshta vllai një herë e ka propozuar që ndoshta mund bëj edhe ai video për fshatin dhe mund të merret, po deri tani nuk ka asgjë konkrete. Po gjithsesi janë pozitiv për kanalin që ti ke. Po janë pozitiv dhe më mbështesin. Ishte gjë e re dhe për ta domethënë që e dëgjuan kanali YouTube-it, se për fshatin është diçka disi e shkëputur, nuk e ndjekin. Ishte diçka e re, por sigurisht që e ndjekin. Mami, babi thonë që të ndjekim non-stop, kur kemi kohë të lirë sigurisht. Po edhe njerëzit e fshatit thonë që televizori në rri vetëm te kanali jot. Ke shoqëri, shoqe këtu në fshat? Sigurisht që kam shoqëri me vajzat e fshatit. Okej, besoj mund na tregosh ti pak për serën. Mund të shohemi të dyja të lëvizim? Po sigurisht mund të vjelim edhe moll, shek, tani është sezoni rrush. Okej. Është tema që rri, domethënë me kokra dimër ver. Është plot, domethënë gjithmonë. Po. Këtu jemi në sera dhe të baçja, kemi mbjell domate, speca, patlıcan, lakra, presh, Shalqin, pasta. Po, kemi dhe misër. Kemi pothuajse të gjitha, mundohemi të sigurojmë të gjitha. Si ndani punët mes njëri tjetrit? Unë përgjithsisht merrem me gatimin dhe me shtëpinë brenda, por sigurisht që ndihmoj edhe në kopësht. Me baktit, me shpendët dhe me baçën merret Vjera më së shumti. Vjeri ka pësirë marrë me punimin e tokës, por është tërhequr pak për arsye shëndetësore dhe ndihmon bashkëshorti në punimin e tokës, ndihmojmë njëri tjetrin. E kuptoj. Këtu the ti ka shalqin, përmende specat. Si është prodhimi? Domethënë na fol pak për baçën tuaj. Prodhimi është shumë i frytshëm, po të shikojmë janë plot. Vjera është kujdesur shumë mirë për prodhimin, po. Është e lodhshme ndo pak, ankohet pak Vjera, apo? Sigurisht që është shumë e lodhshme dhe për këtë arsye edhe ne mundohemi ta ndihmojmë. Po. Por që keni menduar ndonjëherë ta ktheni si bujtim? E kemi menduar, por kemi këtë frikën që a mund t'i sigurojmë dot të gjitha prodhimet për turistët. Për turistët që do vinë. Po besoj dhe ishte interesante. Nuk është se e keni shmangur si ide. Jo, nuk e kemi shmangur, ndoshta në të ardhmen, sepse edhe te kanali shumë djegës më pyesin që pse nuk hapni një bujtim, do kishim shumë dëshirë të vinim. Dhe i kam thënë që mbase në të ardhmen mund ta hapim dhe sigurisht që do ju ftoj. Ka kërkesë do. Po, ka shumë kërkesë. Flumë shënduar. Ju bëft mirë. Faleminderit. Ju bëft mirë.
Marieta, unë të falenderoj shumë që na hape shtëpinë tënde, na tregove për veten, për kanalin, për familjen, për gjithë kopshtin. Ishte shumë kënaqësi të ishim këtu dhe të provonim dhe ne këto gjërat bio të fshatit. Ju falenderoj unë për ardhin tuaj, ishte shumë kënaqësi, realisht e shijova shumë, edhe shpresoj të takohemi edhe sërish edhe pas kësaj interviste. Faleminderit.